Është momenti tani për të prezantuar anvisave tona recetën e dytë. Baza kryesore, pra perimja kryesore është preshi, ta shohim pak të shkruar dhe produktet avash do t'i sjellim, i kemi pothuajse të gjitha në tryez. Preshin e kemi prer në copza të vogla, me të cilin do të përgatisim një fërges. Presh të njoma, mund t'jenë, kur themi të njoma, mund t'jenë këto presh të e hollë, të rinj që sapo kanë dalë, një tuf majdanos, një tuf koper, 2 lugë gjelle miell mistri, 350 ml ujë ose qumësht, 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip dhe piper sipas shijes, pak djath i bardh ose djath i but i grirë. Fërges me presh. E di që do ta pëlqeni shumë këtë recet, se këto fërgesat çoku pëlqen dhe duhen dhe janë të thjeshta dhe sa më të thjeshta, sa më tradit janë akoma të shishme dhe praktike, bëhen kollaj. Pak përbërës, pak fare dhe shumë shije. Gjithmonë përzierje gjallë vaj, gjëja më e mirë. Dëgjoj, unë kam shumë vite që punoj në kuzhinë. Por nuk e dija dhe e them shumë, pra se kam shumë farë problem që unë të them gjëra që unë nuk i di. Sa rron, mëson. Pra unë nuk e dija që vaj, sepse në restorante normalisht vaj mbahet afër sobës, ajo duhet. Nga ndërmik i mësova që vaj pranë nxehtësisë nuk duhet. Pra edhe e keni parë që është vendos tani, e vendosur krahun tjetër. Po ju po mendova se, shiko, në restorant i shkon ha njerë, ta i restorant, do hash për ditë. Edhe njerë, okej, nuk të dëmton, por nëse një gatuajmë për ditë me një vaj që kemi të ngrohur, nxehet për ditë të soba, çfarë bën ky vaj? U mbet komplet vlerat e veta proteinike, në restorantet nuk e shans që vajt e qëndrojë, sepse është absolutisht në restorant se pretendojmë, por sa jemi në shtëpi dhe në kuzhinën tonë, sa rronë mëson. Dihet që kujdesi. Një vogla. Ne e ruajmë dhe sistemojmë vajin në zonat të errta të shtëpisë, që nuk ka prezencë drite, të freskëta, në mënyrë që për atë vit që e kemi bler vajin e ullirit, të marrim të gjitha vlerat e mrekullueshme dhe jashtëzakonshme që ky vaj na ofron dhe jemi të bekuar që dhe në vendin tonë gjejmë vaj të mirë dhe kemi klimën të tillë që mund na siguroj shumë produkte të mira. Preshin, trajtimin nuk e kemi të mirë ne. Kemi qef të abuzojmë. Mi jep mua t'i largoj këto. Abuzimi, kur ka lindur abuzimi? Abuzimi ka lindur tu të ketë lindur që në momentin që ne shikojmë interesin tonë. Thoshte dikush nga ka lindur dashuria. Shkrej njëra, normalisht ne jemi bërë gjithë poetë, s'ka, ChatGPT-n edhe gjithë poetë kemi dalë. Nga ka lindur dashuria, nga ka lindur kjo, nga ka lindur tradhtia. Edhe më në fundin, po çfarë ti bëjmë mollës neve? E gjithë e keqja e njerëzimit molla ishte, sepse ne pam veten laguriq. Ti për çfarë pyet më shumë ChatGPT-n? Se bëre 3 pyetje, nga. Ti vet Albana, për çfarë interesohesh në chat? Për gjërat që unë jam e sigurt pyes. Pra ta vërtetosh. Është një informacion më tepër. Për gjërat që unë nuk i di, nuk e pyes, sepse unë nuk i di vet. Dhe normalisht ChatGPT-ja të tregon të çon mund të bëhet një edhe 10, 10. Vetëm receta mos merrni kështu mjekësore, se absolutisht jo. Receta gatimi ka plot. Normalisht do kërkoj informacione, po të paktën mbi ato që unë di, që unë jam e sigurt dhe normalisht dhe nga mënyra e të pyeturit, se si ti e formulon pyetjen, do ta japi të tillë. Të njefaj, nëse ti vazhdon flet vazhdimisht. Sepse kam parë shumë faqe poete gatima ndek te nuk ka ndjeshmëri vargje që marrë. Ajo të thotë ty vendos edhe 20. Se dyshin e ke provuar ndonjëherë që një recetë e sugjeruar të mos jetë fare e dura dhe s'del fare. Nuk dalin, ë? Nuk janë receta që kam provuar. Jo, jam shumë e sigurt që po kushdo e ka provuar dhe unë kam pyetur. Më duhet sepse bëhet edhe preshi. Më duhet për shembull të bëja disa mbledhje shifrash. I kisha bërë vetë letër dhe 3 herë mua më nxori gabim. Mos e beso, po deshe. E se të doni jo. E ke pas ke sfiduar. Po, e kam sfiduar dhe biles nga ndonjëherë, kur nuk më nxjerr gjërat, i them, nuk kemi ke ime mirë. Po
marinat çati se e ke provokuar. Por unë i besoj vetes. Në momentin që unë do vi në punë, e para gjë unë kam besim të vetja ime. Pse? Nuk kopjoj askënd, sepse unë jam albana. Nuk them gjëra që nuk i di. Nëse ju do të thoni orientime, unë jam zero në orientim. Them mali dajtit, edhe me dorën ardej. Pra gjëra që nuk i di. Mjafton të orientohemi në kuzhinë dhe kemi të mbyllur këtë kapitull. Kështu duhet preshi. Kështu duhet preshi. Pra duhet të shkëlqej nga yndyra, duhet të zbutet, por jo aq shumë dhe unë filloj dhe shtoj erzat me radhë. Gatimi duhet ketë erza. Të djathi, pe mbaj pak, të kripa mbaj pak dorë se të shtoj djath. Po dhe hudhra i shkon dhe i vjen më së miri, po dhe piperi normalisht jepa të shien që ne duam, po kam edhe qumshtin, ja. Edhe shtoj qumësht. Po, edhe zbusim pak me qumësht dhe rregullojmë edhe pak shien me të. Të tillë. Pra djathi, dy llojet e djathrave, ose i bardhi ose djathi i butë, sepse edhe qumshin e kemi. Vendos edhe kapakun dhe e largoj. Si fërgesë mund të përdoret padyshim, jo vetëm për ta konsumuar kështu siç është, por edhe sigurisht për ta të duhet të marr tasin, por edhe për ta mbushur ndonjë byrek si diet. Një përzierje qumshit vazhdimisht. Do thoni ju qumësh është, po qumësh, po e do përzierjen. Një ambalazhim i mirë, ja. Shtoj dhe pakës këtu. Këto paketime të traditës, si kosi si qumshti, përveç se na ofrojnë një shije nostalgjie, të qumshit edhe të kosit kryesisht, për aftësirën dhe për mënyrën se si përgatitet, e veçanta është që këto produkte vinë nga ferma të vogla, bagëtish, lopësh, të përzgjedhura, pra një numër i kufizuar lopësh për të prodhuar këtë bulmet. Kjo është një nga karakteristika, duke qenë se përzgjedhjet janë shumë të rëndësishme për llojet, racat, mënyra se si trajtohen, mënyra se si ushqehen, e të tjerë element që na sigurojnë më pas të produkt. Shtova miell misri. Mielin e misrit e keni të bardhë, e keni të verdhë, e keni të ballokumeve, çfarë si ka? Miell i bardhë është që ka vënë atje? Afrohen ballokumet. I bardhë është po. Pra, si të dëshironi ju? E shikoni tashmë që ka filluar të trashet, pse u trash nga mielli i misrit, ë? Do të shtoj djathë të bardhë, dhe duart pakës t'i shplaj. Pra shtuam edhe djathin për të ndërtuar këtë fërgesë, të cilën e lexojmë dhe një recetën të shkruar dhe ju e fiksoni më mirë duke i shënuar produktet, megjithëse ta keni dhe në rrjetet sociale dhe në YouTube-in ton. Fërgesë me presh të njoma të prera imët si për byrek. Një tufë majdanoz, koper, miell misri 2 lugë gjelle, qumësht ose ujë, 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper sipas shijes dhe pak djath i bardh ose djath i but i grirë. Shtojmë tani edhe djathin e but. S'keni qa doni as mishin, as duhet pulën. Duhet djath i but që e bën këtë elasticitetin e... A do pulën o me ta myte, a do petla e pitet ngryte, asi gjë, ja, ky është gati në shikon. Vetëm këtë fërgesën duar, nuk duan nga këto pitë. Fillon, shkrihet, pakës qumësh urgentisht. Ja, pakës, bravo të lumë, që do bëja unë pa ty asgjë. Ja, urdhëro. Edhe sigurisht që do ta konsumoni të ngrohtë. Kjo është fërgesa. Me të ngjyme. Ja. E tillë. Mirë është mbarova. E tillë. Marr dhe një pjatë edhe e bën shumë diferencën ky djath i butë që shtuam, sepse na duhet të krijohet kjo pjesa e
elasticitetit të djathrave. Urdhëro. I shtoni pastaj majdanos koper për ngjyra edhe freski. Mund t'ja shtoni edhe tani në fund, mund t'ja shtoni edhe gjatë gatimit nga fundi i zjerjes dhe i zbutjes së preshit. Mund t'jap 1, 2, 3, sa të duhet. Tani, 1 sekond të marrë dhe thikën, edhe... Ja, këtu. Opa. Vërdet të këtu. Ne kemi folur për disa herë në emisionet tona për vlerat që kanë bimët aromatike, kështu që tani që vjen pranvera dhe që janë të freskëta edhe të sezonit, kanë më tepër shije, ngjyra të bukura, aroma, vlera, kështu që mos i lini që ti haroj, ti kaloj koha, por ti përdorni në supa gatime, tava, çaj majdanozit është shumë i shëndetshëm, uji majdanozit për shëndetin për veshkat. E marrë dhe... Këto janë 2 recetat e para të pjesës së parë të gatimit. Do të kalojmë në publicitet, jedhim një sy, ngjyrat, se ne dihet që këtu jemi, po këto receta ndryshojmë për ditë. Ne jemi ato të njëjtit, ne nuk ndryshojmë, recetat janë të ndryshme. Publicitet rikthehemi shpejt me çfarë? Me një pilaf, a gjem pilaf, mund t'i themi pilaf me fidhe, t'i themi pilaf me orzo, si të dëshironi ju, për është një super pilaf që shko me këto gatime, prandaj. Shkon sidomos me mëlçit. Mirë, pas publicitetit e përgatisim.